duke parë tensionet brenda NATO-s edhe uljen e rolit amerikan në Europë, apo hyn aleanca në një fazë pasigurie për gjithë sigurinë europiane? Tensionet në midis të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendeve anëtare të NATO-s të kontinentit evropian, por edhe Kanadas, kanë ekzistuar edhe në vitet 2016-2020 në mandatin e parë të presidentit Donald Trump. Donald Trump që në atë kohë pati sulmuar vendet anëtare të NATO-s në kuptimin që ato nuk po kontribonin sa duhet për në financimin e aleancës dhe për pasojë modernizimin e armatimit dhe të ushtrisë së NATO-s. Dhe praktikisht kishte shumë të drejtë në këtë pikë, sepse europianët u mësuan keq që për vitit 1949 kur është krijuar aleanca që të mbështeten kryesisht në financimet amerikane për të garantuar sigurinë, paqen dhe stabilitetin e Europës. Kjo gjë nuk mund të shkonte përgjithmonë, nuk mund të shkonte pa limit. Kështu që do të vinte një ditë kur Shtetet Bashkuara të Amerikës do të kërkonin kontribute më të mëdha nga vendet e tjera anëtare të NATO-s dhe kjo ditë erdhi me Donald Trump. Ndoshta edhe për pozicionet e tij diçka radikale, por gjithsesi unë mendoj dhe besoj se është në të drejtën e amerikanëve të kërkojnë kontributin e ekuilibruar dhe të balancuar të gjitha vendeve anëtare të NATO-s me qëllim që të krijohet një organizatë ushtarako-politike e fuqishme dhe aftë për të konkuruar dhe për të përballuar çdo kërcënim që vjen jashtë saj. Tani në këto kohë retorika është diçka e ashpër, më e ashpër se sa duhet. Sërish nuk shoh që Shtetet Bashkuara të Amerikës të ikin nga Aleanca Atlantike. Sërish një shoh që këmbgulja është që kontributi i vendeve anëtare të NATO-s në Europë jetë më i madh dhe kjo ka bërë që shumë vende anëtare të NATO-s të rrisin buxhetet ushtarake, veçanërisht Polonia, Gjermania, por edhe vende të tjera, Franca, Britania e Madhe e të tjera. Dhe rritja e kontributeve dhe buxheteve ushtarake është rruga më e mirë dhe kryesore për të përballuar sfidat e kësaj periudhe kaq të rrezikshme kur praktikisht rrezikohet që bota të shkojë në një luftë e botërore. Qartë. Atëherë, duke marrë parasysh kërkesat për rritjen e shpenzimeve ushtarake që ju sapo e përmendët, a është Europa realisht e aftë sot që flasim të mbroj veten pa pasur fare mbështetjen e SBA-s? Unë besoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të heqin dorë nga Europa dhe Europa nuk do të heqin dorë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është një aleancë krejtë e natyrshme e bazuar në vlerat historike, në vlerat kulturore, në vlerat gjuhësore, në vlerat perëndimore të sistemit të qeverisjes. Pra ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme midis këtyre vendeve dhe prandaj ato janë bërë bashkë për të realizuar një aleancë kaq të fuqishme ushtarake. Megjithatë, nëse ndodh që Europa të shkputet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, aftësia e saj nuk do të dobësohet nga mungesa e burimeve financiare, materiale, njerëzore për të patur një aleancë të fuqishme që të përballojë çdo kërcënim dhe çdo sfidë të gjeopolitikës së sotme, por aftësia e saj do të cënohet nga mos uniteti i vendeve të Europës. Ajo çfarë Europa i detyrohet dhe i dedikohet Shtetet Bashkuara të Amerikës për 80 vite me radhë, është fakti se Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë në krye të kësaj aleance, kanë mundur të ruajnë edhe unitetin dhe harmoninë midis vendeve europiane, gjë që nuk ka ndodhur kurrë në historinë e Europës. Të gjitha luftrat e mëparshme, lokale dhe kontinentale dhe botërore, lufta e parë dhe lufta e dytë botërore, ka ndodhur për shkak të mungesës së këtij uniteti, bashkëpunimi, kohezioni dhe kësaj harmonie midis vendeve të Europës sot të Bashkimit Evropian. Në këtë aspekt mungesa, kjo lloj harmonie do të dëmtohej shumë nëse do të largoheshin Shtetet Bashkuara të Amerikës nga NATO. Sërish me them që nuk do të ketë një largim të Shtetet Bashkuara të Amerikës nga NATO, ka një
arsyetim sipas cilit nëse Turqia dhe Izraeli konfrontohen ushtarakisht midis tyre, atëherë Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të mbajnë anën e Izraelit, ndoshta edhe në një vend tjetër antar i NATO-s, dhe jo të Turqisë, e cila është antare e Aleancës Atlantike. Por unë nuk besoj se do të shkojmë në ngjarje deri në këtë pikë vllimi, sepse nëse do ndodhte kjo, atëherë do të kishim të bënim me fillimin pa asnjë diskutim të një lufte të re botërore dhe me një kërcënim të jashtëzakonshëm për vetë Aleancën Atlantike për vetë NATO. Po, atëherë duke parë interesin e SBA-s për Groenlandën dhe Arktikun, a bëhet fjalë vetëm për siguri ushtarake apo edhe për kontroll strategjik edhe burime natyrore? Unë mendoj se janë dy arsye. E para, madje tre arsye. Dy arsye që thatë ju, por edhe një arsye e tretë është subjektive që lidhet me performancën e presidentit amerikan Donald Trump. Donald Trump ka premtuar trofe për Amerikën, Amerika First është e para me fjalë, dhe për pasojë kërkon të dëshmojë votuesve amerikanë se ai është presidenti i cili interesohet më së shumti nga çdo presidenti më parshëm për interesin amerikan, për mirëqenien e amerikanëve, për rritjen e punësimit, për rritjen e të ardhura, për rritjen e gjithçkaje, pra çfarë e bën Amerikën sërish më të madhe, siç thotë Donald Trump. Në këtë aspekt, ndoshta egoja e tij për të dëshmuar një gjë të tillë është një ambicie e cila e bën atë të jetë më aktiv se sa kërkesa për të patur një bazë efektive për sigurinë amerikane apo për të shfrytzuar pasuritë e kësaj pjese. Se në fund fundit pasuritë shfrytëzohen edhe në forma tjera pa patur nevojën e aneksimit, dhe siguria garantohet edhe sikur atje të ngrinte baza ushtarake NATO-ja, në krye të cilës janë vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke marrë parasysh zhvillimet në NATO dhe lindjen e mesme përfshir Iranin, a po ndryshon realisht rendi ndërkombëtar dhe balanca aleancave globale? Aleancat nuk mendoj se po ndryshojnë, aleancat globale, mendoj se po ndryshon ekuilibri midis fuqive të mëdha, po ndryshon pesha e fuqisë që ato paraqesin përballë njerëzimit. Më duket se ka përfunduar epoka kur bota u bazua për mbi 30 vite në leadershipin e një fuqie të madhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tashmë në skenë është edhe Republika Popullore e Kinës, e cila po kërkon me ngulm vendin e saj në këtë planet, dhe duket se po ja arrin dhe ja ka arritur. Vizita e fundit e Donald Trump në Pekin dëshmoi se Kina është tashmë një superfuqi e cila duhet të marrë në konsiderat dhe me të cilën duhet ndarë pikpamje mendime dhe madje edhe vendimmarrja për rendin botror, nëse do të ketë ndryshime të këtij rendi botror, çka besoj unë që do të ketë ndryshime të rendit botror, por jo ndryshime radikale, sepse nuk mund të ketë ndryshime, për shembull, sa i takon raportit të vendeve të shteteve të ndryshme të botës në sovranitetin e shteteve më të vogla ose të mesme, sepse ky raport i respektimit të sovranitetit të shteteve ka ekzistuar që në lartësi, që në kohën e Babilonisë, të Egjiptit vjetër apo të Greqisë lashtë, në kohën e perandorisë romake dhe deri më sot, dhe është një parim i cili nuk mund të zëvendësohet me asnjë lloj parimi tjetër, por me siguri që ka nevojë që rendi botror i ri të konfirmojë edhe mekanizma të cilat të garantojnë sovranitetin e shteteve, të cilat kërcënohen nga shtete të cilat janë të fuqishme, kanë armë bërthamore e kështu me radhë. Unë nuk mendoj që bota në një rend të ri botror duhet të jetojë në kërcënimin bërthamor. Nëse do të ndodhë kjo, atëherë rendi i ri botror është në regres dhe jo në progres. Besoj që
ekuilibri midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kinës nga njëra anë, mes këtyre dy superfuqive të quaja, si dhe fuqive të tjera të mëdha, siç janë Rusia, Gjermania, Britania e Madhe, Franca, dhe diku Italia apo Japonia, e vendet Turqia, e vendet të tjera, për të ruajtur të gjithë të ekuilibër do duhet një rend botëror që të garantojë paqe, siguri, stabilitet dhe sovranitetin e shteteve ekzistuese. Unë nuk besoj në një rend botëror në të cilin shumë organizata ndërkombëtare dhe udhëheqës leadership në botë të komentojnë se do të kemi një qeveri të përbashkët botërore, ne nuk po mundemi të menaxhohemi duke patur qeverit dhe sistemet përkatëse në kontinente të ndryshme dhe jo të menaxhohemi nga një qeveri e përbashkët, sistemi politik i cilës është jo vetëm i pa definuar, por edhe i pa garantuar, sepse kemi dy lloj sistemesh, një sistem politik perëndimor dhe një sistem politik lindor, dhe brenda këtyre dy lloj sistemeve ka ndryshime radikale, sidomos për shembull midis sistemit politik në Kinë dhe sistemit politik në Rusi, midis sistemit politik në vendet të ndryshme europiane, në Europën perëndimore dhe në ato të Europës lindore. Pra ka dallime thelbësore edhe brenda këtyre, dhe të harmonizosh dhe të krijosh një ekuilibër të sistemit politik dhe të qeverisjes në të gjithë botën është e pamundur, edhe sikur të ishte dëshira e të gjithë aktorëve politik, shtetëror dhe akademik në të gjithë botën. Dhe nga ana tjetër, deklaratat publike të mjekëve për shëndetin mendor të presidentit Trump pa ekzaminim klinik, çfarë mendon se do të ndikojnë në perceptimin ndërkombëtar apo në stabilitetin e leadershipit të Trump, apo është gjithaj një zhurmë mediatike? Nuk dyshoj në shëndetin mendor të presidentit amerikan Donald Trump. Jam i bindur se gjithçka është inskenuar për të dëmtuar reputacionin dhe imazhin e tij. Amerika është para zgjedhjeve të nëntorit ku bëhet fjalë për zgjedhjen e 1/3 Senatit dhe një pjesë të madhe të Kongresit Amerikan. Në këtë fushatë elektorale sigurisht që e majta në Shtetet Bashkuara të Amerikës është e aftë të shpikë dhe të montoj lloj akuzash dhe monstruoze. Presidenti Trump në asnjë rast në paraqitjet e tij publike nuk ka dëshmuar se ka probleme me shëndetin mendor, siç paraardhësi i tij e pati dëshmuar publikisht, kështu që nuk mendoj që është një arsye kjo për ta diskutuar në kuptimin e komunikimit publik, por besoj shumë se e majta amerikane është një e majtë deri diku radikale, një e majtë tipike, domethënë përjashtuar në çështjet e ekonomisë së tregut, ku edhe aty ndërhyn nëpërmjet krijimit të monopoleve, në çështje të tjera ka pikpamje marksiste, të cilat dëshiron të imponojë dhe të me qëllim që të dirigjojë pushtetin moral dhe politik në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si mund të ndikojë emërimi i ambasadorit të ri amerikan në Shqipëri në ekuilibrin e vëmendjes së SBA-s në rajon, sidomos në raport me Beogradin dhe Serbinë, dhe çfarë raporti mendon të ketë me Ramën? Ambasadori i ri i Shtetet Bashkuara të Amerikës, Eric Wind, është një ushtarak me përvojë të gjatë, me një eksperiencë të jashtëzakonshme. Si i tillë ka një karakter të ndryshëm nga paraardhësit e tij. Nuk është një diplomat i formatit të mëparshëm të ambasadorëve të mëparshëm, është një diplomat i cili komunikon drejt për shkak të profesionit që ka. Është një diplomat me një karakter të tillë, besoj unë, i cili nuk kompromentohet dhe nuk korruptohet
në kuptimin e mirëfillt fjalës shkandol shpesh në Shqipëri për shkak të intervenimit dhe të joshjeve që bën kryeministri i Shqipërisë, dhe përpasoj mendoj se ai do të jetë objektiv, do të jetë i qartë, balancues dhe do të kërkojë sigurisht si çdo ambasador i çdo vendi tjetër të ruajë interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon. Ai është qasur në disa drejtime për marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Drejtimi kryesor, siç tha ai në Senatin Amerikan, është lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe karteleve të drogës. Kartelet të drogës dihet që janë jashtë Shqipërisë, por që intervenojnë dhe hynë në Shqipëri ose trafikojnë në Shqipëri, po mbi të gjitha pastrojnë paratë e tyre në Shqipëri, dhe trafiku i drogës dhe kartelet të drogës dihet që kanë një lidhje të ngushtë me kryeministrin e Shqipërisë, kanë bërë vizita të vazhdueshme në zyrën e tij, dhe ne nuk duhet jemi aq naiv që të mos kuptojmë se njerëzit që hynë dhe dalin në zyrën e kryeministrit të Shqipërisë nuk njihen dhe nuk dihet se me çfarë merren dhe çfarë bëjnë. Është krejtë e natyrshme të kuptohet qartë nga gjithkush se kushdo që hynë në zyrën e një kryeministri, jo vetëm të kryeministrit Edi Rama, hynë me një identitet të plot, të verifikuar dhe do të thosha të deri në detaje për atë çfarë është, për atë çfarë bën, sepse ndryshe nuk mund të vendosen marrëdhënie midis një kryeministri apo presidenti dhe një njeriu të panjohur. Kësaj askush i panjohur nuk hyn në këto dy. Duke më qenë se askush i panjohur nuk hyn në këto dy, do të thotë që Edi Rama në pritje dhe përcjelljet e tij të kartelit të përfaqësuesve të karteleve të drogës, sidomos të Sinaloas, ai ka qenë krejtësisht i vetëdijshëm se po bisedon, po bashkëpunon dhe madje po favorizon me statusin e investitorit strategjik njerëzit që pastrojnë paratë e karteleve të drogës, si ai i Sinaloas, i shpallur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës si një organizatë terroriste. Në këtë aspekt mendoj që qëndrimet e ambasadorit të ri do të jenë jo vetëm korrekte, por do të jenë më të forta, kërkuese dhe do të synojë që luftën kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe karteleve të drogës në Shqipëri ta realizojë duke kput kokën e organizatës kriminale, i cili është kryeministri i Shqipërisë, por jo thjesht duke eliminuar anëtarët e kësaj bande terroriste që ekziston në Shqipëri dhe me shumë celula madje. Së dyti, ambasadori i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës synon të, siç përmendi edhe në Senat, të forcojë marrëdhëniet e Shqipërisë me NATO-n dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës në kuptimin e mbrojtjes së investimeve amerikane, të investimit në portin e portin në Durrës, e ri të Durrësit dhe përpasoj. Po raporti me kryeministrin. Raporti me kryeministrin do të jetë një raport institucional, sa koha është kryeministër, pa asnjë diskutim, por nuk do të ketë asnjë raport të lëshimesh dhe raport i cili të japë të kuptojë opinionit publik se Shtetet Bashkuara të Amerikës po mbështesin një kryeministër të suportuar dhe një kryeministër madje që shpeshherë konsiderohet edhe si kreu i organizatës kriminale në Shqipëri. Nuk e besoj që ai do të bëjnë shkëtitje publike siç bënte për shembull Yuri Kim apo Donald Flu. Shumë faleminderit zoti Vitiqi për intervistën. Faleminderit juve. Thank you.